Avni Hysi. Avni Hysi, sa vjeç je? Unë jam 65 vjeç, 75 vjeç. Çfarë dini për minjerën? Çfarë të them unë për minjerë? Kjo minjerë e shkatrovi fshat në fare. Jo, shikojni vetë, një gërmall, një gjë që të vret syrin, këtë syrin nuk të ndjen kënaqësi. Çfarë mund të thuash? Po, kur ka funksionuar minjera? Në çfarë vitesh? Minjera ka filluar përpara viteve 80. Në 58-ën ka erdhur gjeologjia, në 59-ën. Po? Në 59-ën ka qenë diku aty lart. Pastaj filloi, ka 81 filloi shfrytëzimi këtu. Këtu ishte ndërtim minjera, këto. Andaj ishte shfrytëzimi. Për sa kohë funksionoi si minjerë? Jemi në 91. Jemi në vitin 91. Më pas? Si? Më pas? Çfarë ndodhi? Më pas ja, shikoni që u bë shkatruan pastaj shumë. Në 97 e unë. A ka punuar ndonjë familjarit tuaj apo ja afërmit tuaj këtu? Po, ka punuar vllai. Si kanë qenë kushtet dhe sa vite ka punuar këtu? Nuk e di mirë sa vite, po besoj se një 10 vjet po. Si ka qenë eksperienca e tij? Pa, ishte minator. Kjo ishte minator ishte. Si ka qenë zona përpara dhe pas hapjes së minjerës? Ishte një vend që e shkëlqyer bukuri. Pas asaj filloi shkatrimi. Sidomos pas 97 që filluan këto. Barbarizëm. Çfarë keni vënë re në mjedis? Uji, toka, ajri? Çfarë keni vënë re pas minjerës? Pas minjerës kishte thonë këtu ka mbetje toksike, minjera. Dhe shumë minjerës këtu kanë dalë me sëmundjen e kancerit, nga bitinska, nga shfrytëzimi i kësaj minjere. Po me punëtorët çfarë ndodhi pas mbylljes? Sa punëtor ka patur minjera? Nuk e di eksaktësisht, po kishte goxha punëtor. Po çfarë ndodhi me punëtorët? Po çfarë, u mbyll minjera, atëherë në 97 u mbyll. Pas prishjes të sistemit u mbyll minjera. Se gjoja dinin me humbje, si quhesh atëherë, nuk ishin rentabël. Ju thoni që kanë ndikuar negativisht në shëndetin e banorëve? Po, jo kanë ndikuar, po akoma ndikon. Se akoma fillojnë marrin kështu, nga janë çakull që i themi neve. Si s'ka ndikuar. Faleminderit. Të pyes një çfarë dini për minjerë? Unë pak ashtu kam punuar te minjera, ashtu e di çka di. Ke punuar te minjera? Po patjetër. Në çfarë periudhe ke punuar? Se më mirë për. Atë e pesa diçka e tilla. Edhe këtu ka qenë mirë, shumë e mirë, shumë pa këtu është shfrytzuar pa kriter. Po shkosh mali këtu ti, është bërë copën. E bën çik majin, që ka bën aty. Vajin deri te ekuri, e nikeli është më poshtë. Po. Edhe shumë i shtyp për shfrytzuar nikeli. Kështu që pjesa e buzë e nikelit është në tokë këtu. Edhe është mirë shumë e pasur. Tash këtu eku nikeli është qendër kapshticë, justu e den në tren. E tëra kë e gavniku. E tëra është nikel e ka një siklojë të mirë nikeli. Me cilësi të lartë, sa dhe unë. Ju sa vite keni punuar? Një 4 vite. Po kështu ka me gjeologjin. Çfarë punë kryeni? Në gjeologjin kam qenë. Në gjeologjin ka punuar një 10 vjet. Po si ishte një ditë e zakonshme për juve? Çfarë bëni? Punë të zakonshme, punë minjera. Punë shfrytëzim. Një sterile. Futën në trup, nxjerrë trup. Cilat ishin vështirësitë më të mëdha gjatë punës? Vështirësitë më të mëdha ishin në kohën e avancimit, lagështia, disa ditë e tymi, e vështirë, kam shkritë. Po, sa të sigurta kanë qenë kushtet e punës? Shumë të ngushta, po kishte pastaj, pa e përditshme ka qenë pozitive. Kohën e shfrytëzimit. Ja një shoku im aty akoma është me karotë. Era këtu në Kunizi. Pas të Kunizi aty, invalid është akoma sot. Ata kam vdekur, ça, fat sot. Pasi u mbyll minjera? U mbyll minjera, pse kam dalë privat te minjera, me ca firma, ishin firmë nga Vlora. Shfrytëzoi minjera edhe pas mbylljes? Po,
Sa vite është shfrytëzuar? Po me eksakt me vjetë se dim, po u di ka kjo. Are një nga vëra, një 80 vjetë një. Adi, Nuk ka zajme, ne, kjo është një nga Porradesi, që kam më në unë. Firma private. Po një 4 vjetë, po. Të të pyes, si ka qenë zona para dhe pas minjerës? Zona Fshatit tuaj. Po pse ka që shkëlqyer shumë, se mos në kohën e demokracisë që u shfrytëzua kështu pa kritere thashë që pare, ja është shkollë vetë. Të ky debrim që kështu bë gërma i fare, filloi që në kapshticë, gërmave këtu në mbitin, s'ke treni me radhë. U bë kështu si, ja, këtu ke kalant. Pa kriter. Kurse kohën e verit, është në tokë, do një është normal në sipërfaqe. Si është gjendja e tokave bujqësore sot? Këtu në fshat. Ndoshta ai këtu e pa më tas djata shutera ka mbetur. Ka ndikuar negativisht. Shumë. Ja të vëllon devollinje ti shkoj kur ishte në Korçë, shkoj si janë tokat të tëra. Ndërsa këtu fare. Në para 90-s ka qenë punoheshe me tunele kështu në tokë. Pastaj erdhën ca firma private, e mirën në sipërfaqe kështu me makineri, edhe ja, kështu si e kanë lënë. E shfrytëzuan sa shfrytëzuan edhe e lanë. Po do të them nga viti 2012-2013. Deri në këto vite ka qenë në funksion. Ishin nga 2-3 kompani private që. Po si ka qenë kjo zonë para dhe pas hapjes? Si ka qenë? Minjera? Po. Para se të hapej minjera dhe pasi u mbyll minjera. Çfarë ndryshimi ka pësuar? Ja, ka qenë thash punoheshe në tokë, me tunele. Një traverbank ishte atje që nga tunelet e nxirrin poshtë mineralin atje në fushë, aty matan. Edhe pastaj pas 90-s thash, erdhën këto firma private që merrin me makineri kështu në sipërfaqe. Deri në vitet 2012-2013. Si ka ndikuar në mjedis, në ujë, ajër, tokë? Po në ujë ka dalë që nga minjera në ky traverbanku që është aty matan, ka dalë ujë. Shumë ujë. Po kështu kur shfrytëzohej fillimisht edhe makinat e prisnin ambientin ajrin, se shkalonin këtu. Pastaj u bë një rrugë ande, nuk futesh në përfshat. Edhe ashtu vazhdonte, pastaj që ande matan punonte. Sa vite keni punuar në minjerë? Unë kam punuar 11 vjetë e gjysmë. Çfarë pune keni bërë kryesisht? Kam punuar vagonist dhe minator. Për rreth 11 vjetë e gjysmë. Si ishte një ditë punë e zakonshme për ju? Ditë punë e zakonshme për ne që me 3 turne. Domethënë kishte lagështi, kishte edhe shambje, më janë vrarë shokët, kam 10 të vrarë. Kur erdhi puna që hyri demokracia, Sali Berisha me shokët, na dha nga 50.000 lek pension parakosh. Me ato, na i mbylli muhabetin. Mbeti gjithë ekuri, dhe erdhë makinat të shtetit, dhe i more e shpunën në Maqedoni. Dhe ne s'morëm asë një katire, asë një fitime asë këtë asë ande, mbetën si e peshku pa ujë. Kurse një kapter sot merë 500.000 lek. Sa është pensioni juaj? Unë e marrë 190.000 lek. Vynje i bardhe kur ktheshe në fëmijë nuk të njinin nga tymi, nga plurrat, nga minator largu, skuqe që i teri nga tymi. Edhe së të njinin fëmijit, lagështi, para e pakte, 150.000 lek, 150 lek të vjetra më jepnin në ditët. Në 8 orë, 150 lek të vjetra. Këto i kishe, t'i lajnë t'i thanje. Ju thatë që keni përjetuar edhe aksidentet e shokëve brenda. Po. Kam, vajti ishte buri, vajti për festë, të zhvendonte vendin e festës, dhe u gëdhi, festa vazhdovi në 7 gusht, a ju doli i vdekur nga galeria.
A ka ndikuar puna në minjerë në shëndetin tuaj? Po, si të them, ka ndikuar, se tash unë nisem ul jam me ilaçe, jam për operim nga mushkrite, po tash si të them unë, lagështi kishte, vështirësi kishte, shumë gjëra kishte, domethënë nuk kishin të mira ato kushtet. E marrë.
unë jam lavdërimi Millari, kam punuar në minierë, kam mbaruar për minierat, kam punuar në minierë rreth 15 vjet, në shfrytëzimin e mineralit të qymërgurit zakonisht më shumë se sa në metaliferet, dhe sot jam në pension, sepse kam 15 vjet në minierë në tokë. Mua personalisht, duke qenë njeri i minierës, do mendonja që hapja e minierave është një kusht i domosdoshëm për mua për rritjen ekonomike të vendit. Dhe hapja e minierës të boksitit, siç dëgjuam në televizor, të boksitit të Korçës në Bilisht, është një rezultat i mirë, sepse rrit anën ekonomike të zonës dhe do ketë një prodhueshmëri shumë të lartë. Bitinska është një nga vendet më të mëdha të boksitit, të mineralit të boksitit. Ky boksit që ndodhet në Bilisht, në Bitinsk, nuk ndodhet në asnjë vend në Shqipëri, po me pakisa të vogla ndodhet faktikisht. Dhe është një nga mineralet më të rralla, i cilit ka një prodhueshmëri shumë të madhe dhe prodhueshmëri të madhe në zënien në hapësirën e industrisë, të gjitha industrive. Unë do mendonja, sepse studimet e këtij lloji minerali janë bërë që në kohën përpara dhe prodhueshmëria ose gjendja e rezervave të këtij lloji minerali është shumë e madhe, duke filluar që nga Bitinska, që nga Tirana, që nga Pogradeci këtu brenda, që nga pjesa e Heku Nikelit ktheja, ka një sasi të vogla, ndërsa në Bilisht, në Bitinsk ndodhet një sasi e konsiderueshme e rezervave të kësaj natyre. Dhe fakti është se gjithë zona e malit të thatë, duke filluar dhe malin e thatë, në rrjedhshmërinë e ujrave, në lindje të malit të thatë, kemi shumë rezerva të boksitit. Dhe fusha e fshatit Bletës në Pogradec ka bokside. Fusha e Krasës të Blacës ka bokside, por nuk kanë atë përqindje që janë boksidet e Bitinskës në devon. Një nga faktorët kryesor është sepse ky është shumë dëmtues. Domethënë, duhet patur parasysh, sepse duhet shikuar mirë dhe duhet mbajtur shumë mbajtja e ambientit të këtij lloji minerali, në shfrytëzimin e tij dhe në hapësirat e tij. Është dëmtues në bimët dhe në të gjitha gjërat e tjera gjatë shfrytëzimit. Në qoftë se i kushtohet një rëndësi shfrytëzimit të kësaj lloji miniere me metodat më bashkëkohore, është shumë i rëndësishëm. Në qoftë se ne përdorim si metodat e tjera që përdoreshin me karriera dhe zbulonim sa zbuloheshin dhe merreshin sa merreshin, sot industria e minierave ka hyrë në një shfrytëzim teknologjik shumë të përparuar dhe do mendonja që do ketë dhe mbrojtjen e ambientit. Mbas shfrytëzimit të asetit të çdo vendburimi është me rregull dhe me ligj që në qoftë se mali do të shfrytëzohet, do të vë në kushtet e tij ekzistuese, do të rigjenerohet bimësia, të çohet material, të çohen gjërat, që kjo të mos dëmtohet relievi. Dhe unë u jap një shembull nga këtë, sepse më shtonë rastit në Amerikë lidhur me këtë gjë, në çdo vend të shfrytëzimit të minierave duhet të jetë pyllëzimi. Dhe kjo e pash vetë me sytë e mi në ato vende ku kishte patur miniera. Domethënë nuk mund të kuptonje që atje kishte patur miniera dhe këtu duhet patur kujdes për rigjenerimin e këtij ambienti të kësaj natyre. Edhe sot, ku ndodhet boksiti, pjesa anësore dhe pjesa e këtij mali nuk rrit bimet që duhen. Duhet të gjesh ato bimë që do rriten në këto vende boksiteve. Kjo miniera e Bitinskës është shfrytëzuar nga vitet, mos gaboj, po nga vitet 85-86 kështu. Problemi është një minierë metalifere dhe nuk është shfrytëzuar me metodat që duhet shfrytëzuar, por me metoda karriere, të cilat dihet si shfrytëzoheshin këto metoda karriere. Më shumë merreshe edhe se sa merreshe boksit dhe pagesa e punëtore nuk ka qenë e mirë, faktikisht në krahasim me minierat e qymyrit. Dhe historia është që në qoftë se do t'i kushtojmë me metodat më të përparuara të shfrytëzimit të kësaj, do kemi kushte shumë të mira edhe për punëtorët.